11 ekipe me afro 200 sportistë meshkuj dhe femra morën pjesë në garat e Kupës së Shqipërisë në atletik, që u mbajtën në qytetin e Elbasanit, një aktivitet i rëndësishëm i Federatës Shqiptare të Atletikës, i cili shërben edhe për kualifikueset e lojrave europiane që do të mbahen në data 30 maj në Monako. Presidenti i FSHA, Sismir Smajla, i jep më shumë detaje rreth këtyre garave. Atëherë sot po zhvillojmë në stadiumin Elbasan Arena Kupën e Shqipërisë, e cila është një aktivitet shumë i rëndësishëm i kalendarit tonë. Kemi një pjesëmarrje goxha të lartë, mbi 200 atletë, mbi 10 ekipe që marrin pjesë. Presim rezultate shumë të mira, sidomos dhe nga brezi i ri, i cili e përgëzoj shumë, se i cili po vjen me një forcë shumë të madhe, edhe federata do të ketë gjithmonë prioritet. Kjo kupë sot shërben edhe si një aktivitet për lojrat europiane, është kualifikuese për lojrat europiane që do zhvillohen në Monako me datën 30 maj, edhe shpresoj shumë që sportistët japin maksimumin dhe tregojnë veten e tyre. Në vijim, Smajla i tregon edhe për aktivitetet e ardhshme të atletikës, ku sigurisht pritet në rezultate të kënaqshme. Na presin plot aktivitete të tjera, javën e ardhshme do zhvillojmë këtu në Elbasan Arena kampionatin kombëtar të rive U20, po ashtu kena kampionatin kombëtar me datën 10-11 qershor, kemi kampionatin evropian që do zhvillohet në Birmingham, po ashtu kemi dhe lojrat mesatare që do zhvillohen në muajin shtator. Atletika shqiptare po fokusohet gjithnjë më shumë tek afrimi të rive me këtë sport, me pjesëmarrjen e tyre që po vjen gjithnjë më shumë në rritje.